Çdo mjet lundrues i huaj që do të vinë në Bregdetin shqiptar nuk do të regjistrohet në pikat doganore, por regjistrimi i tyre do të bëhet në hapësira detare. Kjo për të shmangur fluksin dhe rradhët e gjata për ata që zgjedhin vendin tonë për pushimet e tyre. Risia u bë e ditur nga vetë drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita gjatë prezantimit të masave të ndërmarra për mbarvajtjen e sezonit veror. Duke filluar nga ky sezon, ne po aplikojmë një risi të rëndësishme teknologjike. Shërbimet tona do të kryejnë verifikimet dhe regjistrimet e mjeteve të huaja lundruese direkt në hapësirën detare nëpërmjet tabletave të lidhura me sistemin TIMS, duke lehtësuar procedurat pa pasur nevojë që të bregëzohen apo të paraqiten për regjistrim në pikat e kalimit kufitar. Hita paralajmëroi zero tolerancë për mjetet lundruese, sidomos për jet skit. Krahas masave për sigurinë detare, Hita tha se monitorim të rrept me pajisje teknologjike do të ketë në akset rrugore. Rrugët e Shqipërisë duhet të jenë sa më të sigurta dhe kjo arrihet nëpërmjet mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor që tashmë po aplikojmë. Zero ndalime pa shkak e arsye, shtim në maksimum i teknologjisë me qëllim që të parandalohen aksidentet dhe të evidentohen shkelësit e kodit rrugor. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari u shpreh se siguria është prioritet për zhvillimin e turizmit, jo vetëm në atë bregdetar, por dhe atë malor. Një vend i sigurt nuk ndërtohet me fjalë, por me shumë punë e përkushtim. Me njerëz që zgjohen të parët dhe flen të fundit. Dhe këtu e kam fjalën pikërisht për ju, për punuesit e Policisë së Shtetit, e cila ka barrën kryesore në këtë muaj me fluks të lartë udhëtarësh dhe grumbullimesh në zonat turistike të vendit. Sezoni veror nuk është thjesht periudhë pushimi. Është prova më e madhe e shërbimit tuaj. Policia nisur nga fluksi i lartë i turistëve ka shtuar numrin e sporteleve në pikat kufitare për të reduktuar kohën e pritjes dhe burokracitë në hyrje dhe dalje të vendit.